kam krijuar bindjen se rreziku më i madh që mund të vijë policisë shtetit është politizimi i saj. Qoftë kur ajo i nështrohet ndërhyrjeve të palishme të titullarëve politik, ministrit të brendshëm, gjë që unë nuk do ta bëj kurrë në kurrës, po ashtu edhe kur ajo përdoret si objekt i politikës së ditës. Që të dyja qëndrojnë dhe duhet jemi shumë korrekt në atë çfarë ne themi, sepse në fund na gjykojnë qytetarët dhe unë këtë them me bindje të plot, prandaj përgjigjja më e mirë që unë mund të them ndaj gjithë akuzave që bëhen ndaj emrave të përvetshëm, unë nuk kam përgjegjësi ligjore dhe detyrim të merrem me çështje konkrete, unë nuk kam detyrim të merrem me emra konkret, unë kërkoj performancë, unë kërkoj përmirësim të rezultateve, qoftë kjo në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese, por edhe me partnerët ndërkombëtar. Faktet janë konkrete, ata vlerësohen dhe nga raportet e Komisionit Evropian dhe ato janë masi më i mirë i punës time në nivel politik, por dhe i punës së policisë së shtetit në nivel teknik. Prandaj, çfarëdo që unë them, sigurisht do të paragjykohet me të drejtë dhe kam zgjedhur që përgjigjen më të mirë dhe më të besueshme për qytetarët do ta jap duke cituar një zotëri, i cili në fakt ka qenë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në kohën kur ju ishit në qeveri. Po citoj të nderuarin zotin Ahmet Prençi në një reagim të tij publik për drejtuesin e ri të përgjithshëm të policisë së shtetit. Ai thotë: "Është përzgjedhur një nga emrat më të spikatur të kësaj strukture, një profesionist me një karrierë të ndërtuar mbi përkushtim, integritet dhe rezultate konkrete. E kam ndjekur rrugotimin e tij që në hapat e parë si oficer i ri dhe në çdo fazë të karrierës ai ka dëshmuar cilësi të rralla, inteligjencë, maturi, vendosmëri dhe një ndjenjë të lartë përgjegjësie institucionale. Jam i bindur se në drejtimin e tij, policia e shtetit do të forcojë më tej profesionalizmin, besueshmërinë dhe autoritetin e saj në shërbim të ligjit dhe qytetarëve." Mbyll citimin zoti Prençi. Kjo është përgjigjja më e mirë. Tani çfarëdo që ju thoni është thjesht akuza e radhës për drejtuesin e radhës. Faleminderit.